A mundet? Gati? Može. Atëherë fillimisht ju urojmë mirëseardhje zëvendës kryeministrit parë Dr. Bekim Salit, ministrit të shëndetësisë Azir Aliu, një ashtu i përshëndes edhe drejtorin e Spitalit Klinik Tetovës Erzen Elezin, të gjithë mjekët dhe juve të nderuar gazetar që jeni prezent sonte këtu me rastin e inaugurimit të rikonstruimit të hapësirave të brendshme të Institutit të Mjekësisë Transfuzionit Gjakut. Do me thënë, rinovimi i këtij objekti ka filluar në vitin 2024 dhe ka përfunduar tani dhe hapim zyrtarisht objektin e ri të mjekësisë së transfuzionit të gjakut. Është një qendër ndër 4 qendrat më të mëdha në nivel të shtetit, shkaku se mjekësia e transfuzionit ka qendrën e Manastirit, ka qendrën e Shtipit, të Tetovës dhe qendrën në Shkup, ku shërben pacient në mënyrë ambulantore, një ashtu edhe grumbullohet gjak dhe përpunohet në qendrën e Tetovës. Më duhet të shpërndaj një lajm të mirë me ju si media, por edhe me të gjithë qytetarët që viti që lam pas ishe viti ku arrit rekord sa i përket numrit të dhuruesve të gjakut, gjithsej 60.222 dhurues kishim vjet në nivel të Republikës Maqedonisë së Veriut dhe një numër konsiderueshëm ka ardhur edhe nga qendra e Tetovës me të gjithë qytetet përreth të cilët i servisojmë në këtë qendër këtu. Unë dua të bëj edhe një apel që të gjithë qytetarët të përgjigjen pozitivisht thirrjeve tona për të dhuruar gjak, sepse është më së nevojshme për pacientët në nevojë, të cilët trajtohen në klinikat e Shkupit dhe në repartet e kirurgjisë, sidomos në repartin e onkologjisë kemi shumë të smur me kancer të cilët kanë nevojë të trajtohen dhe të marrin gjak dhe produktet e gjakut. Klinika e hematologjisë në Shkup, por edhe repartet e sëmundjeve interne në për spitalet në vend kanë tepër nevojë për gjak dhe për produktet e gjakut, andaj apeli im është që të vazhdoni dhe të jeni dhurues të rregullt, kemi hapësira të reja të rinovuara me kushte më të mira, me aparaturë të sofistikuar e cila bën përpunimin e gjakut dhe të produkteve të gjakut dhe apeli im dhe thirrja ime ndaj qytetarëve është që të vazhdojnë të jenë dhurues të rregullt. Ne me stafin mjekësor si Instituti i Mjekësisë së Transfuzionit Gjakut do të jemi gjithmonë në mikpritje të tyre me vetmin qëllim që të ndihmohet pacientëve dhe të gjithë atyre që kanë nevojë, duke mos dashur që të zgjas më tepër prononcimin tim për mediat, le ta gëzojnë të punësuarit këtë hapësirë të re dhe qytetarët të cilët do të vinë këtu qoftë si dhurues, qoftë ata të cilët trajtohen në mënyrë ambulantore për terapitë më të tjeshme. Ju falenderit shumë. Në rast se ka ndonjë pyetje, atëherë mundet në fund që të përgjigjemi gjithë së bashku. Faleminderit. Da. Prvo sa kam da se zablagodoram i da im čestitam na site građani i na stafot medicinski što работи во Институтот за трансфузиона медицина по повод отварањето и реконструкцијата на новиот објект за Институтот за трансфузиона медицина. Тетовскиот центар е еден од 4 центри на Институтот за трансфузиона медицина, меѓу кои спаѓа Штипскиот, Битолскиот, Тетовскиот, како што спомнав, и Скопскиот као централен. Тука се сервисираат и се обработува крв и крвни продукти од градовите како Кичево, Гостивар, Струга, и потоа другиот дел се носи за дообработка во Скопје. Воедно тука доаѓаат и дарители од Полошкиот регион кои што даруваат крв и сакам да спомнам дека ланската година, значи 2025, беше рекордна со оглед на бројот на дарители кои што даруваа во нашиот институт, вкупно 60.222 дарители. И интенцијата и заложбата е и во оваа година да се имаме се поголем број на дарители, затоа што хируршките клиники, особено онколошките болни пациенти, чекаат на нас за крв и крвни продукти. Тука спаѓаат и
kapaciteteve njerëzore. Pra shumë shpejt do të hapet edhe procedura për punësime të mjekëve dhe motrave medicinale, me qëllim që të kemi edhe kapacitete njerëzore në përputhje me nevoja që kemi këtu në Tetov. Ashtu siç drejtori përmendi, uroj që të gjithë qytetarët që jetojnë në këtë pjesë të shtetit të vazhdojnë të dhurojnë gjak, pasi gjaku është jetë dhe gjaku ndihmon që një qytetar paktën ta shkalon problemet shëndetësore në aspekt ruajtjes së shëndetit. Ne do të vazhdojmë si Ministri e Shëndetësisë të suportojmë gjithçka që lidhet në përputhje me shtyllat që i kemi definuar, pra si në aspekt të intervenimeve infrastruktura, ashtu në aspekt të kapaciteteve njerëzore dhe teknologjike. Pra do të vazhdojmë më tej si me drejtorin e Spitalit të Tetovës, ashtu edhe me drejtorin e klinikës, që këtë pjesë dhe këtë institucion ta ngrijmë në nivel të duhur, ashtu siç kërkojnë standardet evropiane. Faleminderit shumë. Значи денеска сме тука за да инаугурираме уште еден дел на инфраструктурните зафати кои што ги имаме како министерство, значи еден од столбовите инфраструктура. Денеска сме тука за да видиме дека навистина и од инфраструктурна гледна точка центарот за трансфузија во Тетово, еден од регионалните центри, ги задоволува условите за нудење на таков тип на здравствени услуги. Знаете дека целта на Министерството е дисперзија на здравствените услуги на ниво на државата и регионализација, и ово е во склоп на тој проект. Ние ќе продолжиме понатаму заедно со директорот да воведеме и да подобриме човечки капацитети кои што имаат потреба очигледно во Тетово. Се надевам дека понатаму ќе продолжиме и од аспект на технологии и нови можности за центарот, за да може да ги нуди во реално време и во согласност со европските стандарди. Посакувам дека граѓаните на овој регион кои што земат и дават крв во овој центар да продолжи понатаму, дека крвта е витален дел на секој граѓанин и во моментот кога тоа не е потребно, треба да ги имаме складирани во реално време да ги процесуираме. Исто така се надам дека заедно и со директорот на болницата тука, и со директорот на клиниката, заедно ќе положиме овој регионален центар да се подобри и да има стандарди кои што се посакувани и кои што се во склад со европските стандарди. Благодарам. Министър, Përshëndetje gjithë, të nderuar profesues të mediave, sot jemi në promovim të hapësirave të reja të qendrës Institutit për Transfuziologji në Spitalin Klinik të Tetovës. Shohim një hapësirë moderne të adaptuar në kërkesat reale të Spitalit Klinik të Tetovës fillimisht, po gjithashtu edhe në furnizimin me gjak dhe produkte të gjakut për gjitha spitalet të cilat kanë të bëjnë me regionin me pjesën perëndimore të vendit tonë. Para jush dua ta them se Instituti i Transfuziologjisë është një hallk shumë i sigurt në sistemin tonë shëndetësor dhe në të kaluarën, sidomos në periudhën e Covidit, ka dëshmuar vetëm se është edhe në aspekt teknik i përgatitur që të mundet të furnizojë gjitha institucionet shëndetësore në vend me gjak dhe produkte të gjakut, dhe në aspekt të sigurisë është e dëshmuar se i plotëson gjitha kushtet dhe standardet e nevojshme për të furnizuar gjak dhe produkte të gjakut. Si qeveri jemi në mbështetje të institucioneve tonë, natyrisht për t'u përgjigjur nevojave reale të pacientëve dhe institucioneve të cilat janë në shërbim të pacientëve. Ashtu siç e cekë dhe vetë ministri Aliu, do të jemi në vazhdimsi në përkrahje të Institutit të Transfuziologjisë, po edhe të Spitalit Klinik të Tetovës, duke pas parasysh se është një qendër e cila ka të bënë me rajonalizimin e shërbimeve shëndetësore. Dhe e dini që nga viti 2022, kur kishim një rotacion të vogël politik dhe mandej edhe rotacion më i madh politik në tavurin shqiptar, investimet dhe fokusi i sektorit shëndetësor ka qenë gjithmonë në Spitalin Klinik të Tetovës, duke pajisur sallat e kirurgjisë, pjesën interne, dhe tash jemi në promovim të hapësirës Institutit të Transfuziologjisë, dhe kështu do të vazhdojmë edhe më të tjerë derisa të arrijmë në nivelin e duhur të furnizimit të Spitalit Klinik të Tetovës edhe me pajisje edhe me kuadro të mjaftueshëm.
Gjithashtu është edhe një element shumë i rëndësishëm për këtë spital klinik të Tetovës, që ka të bënë me bashkëpunimin të cilin e kanë me Fakultetin e Mjekësisë pranë Universitetit të Tetovës. E dini se në të kaluarën është bërë një hap serios në mundësinë për të specializuar në Universitetin e Tetovës dhe këto specializime dhe ngritjet e kuadrove do duhet paralelisht të jenë të përkrahura edhe me hapësira, po edhe me pajisje të cilat janë të nevojshme për këtë proces. Për ministri, minister pse ende nuk kanë filluar ndërtimi i parkut memorial, kanë kaluar gati 7 muaj që kur e promovuat të një. Pra, administrata e Tetovës besoj që ka përfunduar ose është në përfundim të procedurës në nivel të komunës. Presin të përfundon të na japin lejen që të vazhdohet më tepër me procedurat lokale dhe të implementohet projekti është gati. Në aspekt arkitekturës, vazhdo duhet i njëjtë vesh të implementohet. Pra jemi në procedurë. Brëmë zonë 27 tonë marihuanë. Nëse në më që ne ditë se ka shumë kompani të cilët janë të një shqetësuara. Kanë kontrolli të kompani të merren masa, të shtonin të kontrollit. E dini që Ministria e Shëndetësisë është ministria e cila jep lejet për prodhim të këtyre prodhimit të marihuanës. Ne deri tani kemi dhënë 60 leje, për atyre 18 janë marrë për shkak se nuk i kanë plotësuar kushtet minimale që duhet i ketë një prodhues i tillë. Gjithashtu në bazë të ligjit dhe të protokolleve, 2 herë në 6 muaj, dohon në çdo 3 muaj duhet të japin raport i rregull, ndërsa raport nëse ka ndonjë ndryshim do duhet jepet më kohë reale. Të gjithë dokumentet janë të pjesë e ministrisë dhe pjesë e arkivës tonë. Pra ne gjithashtu ndjekim në aspekt të inspektoratit edhe në formë të rregullt si program vjetor, edhe si program ad hoc nëse do të ketë nevojë. Pjesa tjetër nuk është në ingerencë të ministrisë, por është në ingerencë të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Pra me pjesën tjetër ku janë kapur dhe pse kanë dalë jashtë objektit, nuk është pjesë e cila Ministria e Shëndetësisë duhet ta ndjekë edhe mund ta ndjekë. Можемо ли трошки вилогата на Министерството за здравство istraživanje na licenciji novije što proizvod medicinski. Ministarството за здравство лицензира и дава лиценца или дозвола за работа за секоја институција која што сака да произведува овој ваков тип на медицински материјал. Исто така, според нашите протоколи, секои 3 месеци редовно мора да ги известуваат нашите канцелари, нашата институција од страна на приватниот сектор кој што произведува таков тип на производство. Од наша страна исто така со инспекторатот имаме годишен план, но имаме и ad hoc посети, ако тоа е потребно. Вториот дел, дали излегуваат надвор и како тоа се пренесува од една во друга институција, според протоколите мора да не информираат, но ако е надвор од тие протоколи, ние не сме надлежни како институција, тоа е надлежно Министерството за внатрешни работи. Ministër, deri ku është çështja e punësimeve dhe çka ndodh me investimet në Spitalin e Tetovës me kredinë hungareze që duhet të investohet? Pra, investimi nuk bëhet me kredi hungareze, do të bëhet me G2G programën që kemi me Britaninë e Madhe. Kanë mbaruar procedurat administrative, pra deri para 2-3 ditësh kemi pasur procedura administrative me bankat të cilët neve kemi prezantuar projektet për në Shqip, në Tetovë dhe në Korçovë, ndërsa tani presim ofertuesit, do presim bankat, që ofertat të deponohen në Ministrinë e Finansave, pastaj bashkë me Ministrinë e Finansave do të vendosim kush do të jetë oferta e cila do të jetë kompatibile me nevojat tona, si në aspekt ekonomik ashtu edhe në aspekt infrastrukturor, dhe uroj për shumë shpejt të fillojmë me procedurën e hapjes së tenderimit për projektimin e kampusit në Tetovë, në Shqip dhe në Korçovë. Zaprovokowania to samo isto komu że Sa i përket punësimeve, pra punësimet pjesa e parë mbaroi me sukses. E dini që për shkak të zgjedhjeve lokale unë dalën aty ku ishin në proces, pastaj vazhduam aty ku ngelëm. Drejtori me sukses mbaroi procedurën administrative dhe tani mjekët dhe motrat medicinale janë pjesë e infrastrukturës shëndetësore në Tetovë. Procedura e dytë, hapja e thirrjes së dytë, gjithashtu është në proces dhe uroj që shumë shpejt kohë edhe Tetova të përmbyllet në aspekt të kapaciteteve njerëzore si spital.
Pastaj do të vazhdojmë me kapacitetet infrastrukturore në aspekt fizik të kampusit në Tetov, i cili do të jetë një ndër kampuset më modern në nivel të shtetit. Ministar, edhe një pyetje, lutem. Може за Значи вработуванията, знаете, първата фаза беше прекината заради локалните избори. Понатаму продолживме таму кај што застанавме. Директорот успешно заврши и веќе тие се дел од инфраструктурата, здравствената инфраструктура во Тетово, во ова болница. Понатаму во фаза на отварање на нова поставка за нови вработувања. Наша цел е да имаме човечки капацитети врз основа на потребите кои што ги имат институциите и така ќе продолжиме понатаму. Од аспект на инфраструктура, како што кажав, ние ќе продолжиме и Тетово ќе има еден од најмодерните кампуси во државата. А овие луѓе што стана без трајно вработување, селени во јануари, февруари работат без договор никаков. Како ќе се регулира тоа? Тие луѓе кои што работеа со години, значи 10 и над 10 години, за жал, заради политички манипулации со тие професионалци, нашиот пристап, знаете, дека е тотално различен. Делот нив, ние веќе вработивме и се дел вработени во институцијата, делот нив веќе се во процедура да се вработат. Овие што во моментот се на договор на дело, знаете дека процедурите после нова година, значи во новата фискална година ќе треба да бараат институциите мислење до нас, до фондот и до Министерство за финансии. Тоа веќе директорот го направи, процедурите се во тек, завршени, се нам дека за кратко време, ако не е веќе завршено, ќе треба да се подпишат договорите, но исто така напоменувам дека тие договори ние работиме да бидат трајно вработени, се со цел да може и ние да инвестираме во човечки капацитети и тие да бидат спокојни дека ако има некоја политичка промена, тие ќе бидат дел од здравството и нема да зависат и да бидат злоупотребени уште еднаш, за жал, како што беа досега злоупотребени. Според контрол. Pra, sa i përket të punësimeve, dini që qasja e kësaj qeverie është ndryshe nga qasjet e qeverieve tjera. Ne nuk duam të bëjmë të manipulojmë me fatet e qytetarëve tanë dhe të punësuarve në shëndetësi. Pra nuk i mbajmë me vite siç i kanë mbajtur qeveritë tjera nga 10 vjet e më shumë se sa 10 vjet për të manipuluar dhe për t'i pasur si mish për top për zgjedhje lokale apo presidenciale apo parlamentare. Pra neve zgjidhëm problemin në një numër shumë të madh të qytetarëve tanë që jetojnë në Tetov dhe punojnë në këtë spital. Gjithashtu bashkë me drejtorin dhe me qeverim harxojmë energji që të zgjidhim edhe problemin e qytetarëve të punësuarve që janë me kontratë në vepër. Ato që momentalisht janë me kontratë në vepër, drejtori ka bërë kërkesë, e dini që në vitin fiskal të duhet bëhet kërkesë nga e para në aspekt financiar që të kalon në Ministrinë të Shëndetësisë, në fond dhe në Ministrinë e Financave. Pra të gjitha këto procedura administrative kanë mbaruar. Unë tani nuk e di sot ka marrur apo nuk ka marrur ende drejtori përgjigjes, sido që të jetë, janë në fund dhe këto persona, do zonja dhe zotrin që punojnë me kontratë në vepër, do të vazhdojnë të punojnë derisa neve nuk pa transformojmë kontratën nga kontratë në vepër në kontratë e cila do të jetë kontratë me full time proces, me qëllim që ne të investojmë në kapacitete njerëzore, por gjithashtu edhe në trajnime, po nga ana tjetër edhe ato mos varen nga një parti politik apo nga një qeveri. Çështja e spitalit të Vuçovës, për të bërë histori, do të ketë lidhje. Pra, vazhdimsi, të gjithë qeverit kanë bërë histori të ndryshme, neve historit s'mund t'i zgjedhim një nga një, pasi që kërkojnë edhe kapacitete njerëzore, edhe investime, edhe energji. Edhe spitali i Tërçovës, është shumë e vërtet që më shumë se sa 30 vjet flitet dhe nuk investohet brenda apo investohet parcialisht me qëllim që të përfundon diçka dhe asnjë nuk ka përfunduar. Rezultoi që infrastruktura në këtë spital nuk është e denjë, si në aspekt të dhënies të shërbimeve shëndetësore, edhe ashtu në aspekt të kapaciteteve minimum që duhet t'i plotëson për të qenë një spital. Pra ne vendosëm që kjo hapësirë e cila është investuar me vite të shndërrohet në shtëpi të shëndetit, ndërsa spitali i Kosovës të bëhet në një objekt i ri nga e para, do në një hapësirë fizike tjetër që do të jetë pak më larg nga ky objekt që është investuar me vite dhe nuk është përfunduar as pak. Pra uroj që për shumë shpejt, bashkë me Tetovën dhe me Shtipin, është projekti i përbashkët, 205 milion euro kushton të gjithë projekti, të përfundojnë procedurat administrative me banka siç theksova më herët, edhe pastaj do të vazhdohet me projektimin në aspekt arkitekturës dhe të gjithë fazave që duhet të jetë statika, elektrika,
maqineria që pastaj të implementohet projekti në teren. Ministër, a keni zbulu diçka tjetër me çështjen e komisionit të huajve të brendshëm për intervenimet kardiologjike që u bën për përcakime? Dini që komisioni i brendshëm mbaroi dhe ne kishim preskonferencë, e cila preskonferencë ishte hapur dhe transparente. Thamë që 10 raste janë raste të cilat do duhet ka dyshime dhe do duhet vazhdojnë të analizohen nga ekspertët e jashtëm. Ne bëm brenda 2 muajsh komplet materialit i përkthyer në gjuhën angleze. Ato materiale tani më janë në disponim të këtyre 3 ekspertëve nga jashtë, janë duke punuar. Javën tjetër do të kenë takim me grupin punues nga brenda, me 9 mjekët që janë brenda në shtetin tonë dhe që kanë punuar këtë pjesë. Uroj që për shumë shpejt kohë të kemi një rezultat përfundimtar dhe pastaj do të kemi një preskonferencë që do të dalim me emra të institucioneve apo të keqpërdorimeve të mundshme eventuale, por më e rëndësishme është që në shëndetësi do duhet të krijohet një rrugtim ose algoritme ose protokolle të cilat do të jenë fikse dhe nuk do të mund të keqpërdoren si në aspekt të dhënjes së shërbimeve për klientët edhe në aspekt të menaxhimit të institucioneve shëndetësore. Zotëri Aliu, përsa i përket trafikimit të trunit që dyshohet se është bërë nga Maqedonia për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, a dihet se në cilin spital ka ndodhur këtë dhe në çfarë periudhe kohore? Pra do t'ju kisha lutur si gazetar që mos përdorni fjalë të llojit trafikim, pasi që kjo është një projekt shkencor i cili ka nisur në vitin 1996 dhe është projekt i cili bëhet fjalë për një shtet siç është Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pastaj edhe më tej bëhet fjalë për një universitet i cili është një ndër universitetet më të mira në nivel botror, domthonë universitet i cili jep dhe bën shkencë që secili nga ne në një formë ose në një formë tjetër marrim shërbime shëndetësore. Pra gjithashtu bëhet fjalë për një shkencëtar botror i cili punon në Amerikë dhe është amerikan dhe që është kryesori në departamentin ku është bërë ky bashkëpunim ndërmjet Maqedonisë dhe Amerikës. Pra nuk bëhet fjalë për trafikim, bëhet fjalë për një projekt shkencor i cili me gjithë protokollet të nevojshme i ka pasur në nivel të shtetit, pra ka pasur leje nga Këshilli Etik dhe Grupi Etik në Akademinë e Shkencave në Maqedoni, ka pasur leje gjithashtu nga Universiteti Shën Kirili dhe Metodi ose nga Fakulteti i Mjekësisë në Shkup, ka pasur gjithashtu leje nga institucionet si Ministria e Punëve të Brendshme që të bëhet transporti i materialit biologjik. E dini që edhe po të duam të bëjmë abuzim me ndonjë material, bëhet fjalë transport nga një shtet deri në Amerikë, duhet të kalojnë disa kufi dhe disa protokolle, pra nuk bëhet fjalë për trafikim, bëhet fjalë për një projekt shkencor i cili ka rezultuar me më shumë se sa 10 doktor të shkencash, ka rezultuar më shumë se sa 5 punime shkencore me impact faktor, pra do të kisha lutur që të jemi vigjilent dhe të besojmë në institucionet shtetërore, pasi që kur bëhet fjalë për shkencë, ne si qeveri e suportojmë shkencën dhe kur bëhet fjalë për ndonjë dyshim, na lejoni neve si institucione që të bëjmë analizën ka pasur apo nuk ka pasur dyshime administrative apo klinike. Unë ju them sot që në aspektin e kapaciteteve që i kemi si ministri dhe në aspektin e mundësisë që neve kemi pasur deri tani për shkak se bëhet fjalë për 30 vjet projekti vjetër, neve deri tash nuk na rezulton që ka ndonjë keqpërdorim. Minister, a ka plan Ministria e Shëndetësisë ta rihap ambulancën midis fshatrave llojarë dhe vaksinës në Likov për shkak se banorët e kërkojnë ato, nuk e di sa jemi Një këtë ambulancën e Jazhinc. Pra, Ministria e Shëndetësisë bashkë me OBSH-n punojmë në një projekt për të bërë transformim të shëndetësisë primare. Në shëndetësinë sekondare punojmë bashkë me komunat që të bëjmë shtëpitë të shëndetit të dinjitetshme në aspekt infrastrukturor dhe në aspekt të kapaciteteve njerëzore që të japim shërbime për qytetarët, jo vetëm në Likov dhe në fshatra tjera, në çdo komunë më të vogël apo më të madhe, ne bashkë me komunat do të punojmë që këto institucione vërtet t'i renovojmë, t'i mirëmbajmë dhe të jenë të dinjitetshme për dhënien e shërbimeve shëndetësore. Zotëri Sali, një pyetje për ju, sigurisht në një vizitë me zyrtar Clark Bashkimit Evropian ku i siguruat se Maqedonia po punon për reformat të cilat kërkohen nga ato. Megjithatë, kushti kryesor për anëtarësim në Bashkimin Evropian, siç e ditë, që janë ndryshimet kushtetuese. Deri tash kemi pa që nga partneri juaj i koalicionit nuk ka vullnet për të bërë këtë. Çfarë do të ndodhë në Maqedoninë e Veriut? Për të qenë më të qartë, edhe nga partneri i koalicionit ka vullnet për ndryshimet kushtetuese, mirë po ka një nevojë për sqarim dhe për një garancë të tipit të
përfundimit të kushtëzimeve ndaj shtetit, lidhur me integrimin evropian. Gjithçka që thuhet rreth kësaj, jashta kësaj është vetëm zgjerimi i temës, pa nevojë dhe opinioni të jep dezorientim apo defokusim në çështjen elementare. Këtu mund ta them publikisht se përkraja është maksimale nga gjitha institucionet e Unionit Evropian për integrimin tonë të plot në Bashkimin Evropian. Dhe ne si Ministria e Çështjeve Evropiane po punojmë intensivisht në agjendën reformuese, e cila është parimisht në interes të qytetarëve. Çdo ndryshim i ligjit është në interes të qytetarëve dhe intensivisht tani jemi duke u koordinuar dhe bashkëpunojmë me gjitha institucionet të cilat janë të lidhur me ligjet, të cilat ne i kemi pranuar gjatë marrëveshjeve të cilat i kemi ndeshkuar edhe më herët me Komisionin Evropian. Kjo është në parim. Zotri Sali shkurt, para disa ditëve studentët e juridikut dorëzuan te ju peticionin, cilin domethënë kërkojnë që provimi i jurisprudencës të mbahet edhe në milion shqipe, të njëjtën kërkesë kanë dorëzuar edhe te ju, ndërkaq pam se Ministria e Drejtësisë ju tha jo, domethënë provimi do mbahet vetëm në maqedonisht. Ju si qeveria do sillni ndonjë ligj të veçantë pasi që në të kaluarën kishte një iniciativë mirë, po ajo u zhduk në sirtarët e kuvendit edhe nuk doli para deputetëve që jeni miratuar. Çfarë do bëni këtu? Kështu ligji për provimin e jurisprudencës është miratuar në vitin 2019 dhe ka efikasitetin apo është aktiv prej 1 janarit 2020. Që nga ajo kohë deri më tani provimi është dhënë në mënyrë si ka rrjedhë, ashtu siç ka vlerësuar vetë Ministria e Drejtësisë. Ka një defekt në ligjin, i cili nuk ka precizuar gjuhën në të cilën duhet të jepet provimi i jurisprudencës dhe këtë defekt do të mundohemi ne tash ta përmirësojmë apo ta precizojmë, për arsye se siç duket Ministria e Drejtësisë nuk është e gatshme ta respekton kushtetutën e vendit, e cila nuk kupton gjithçka që është mbi 20% e popullsisë në vendin tonë duhet të respektohet gjuha anëtare që nuk kupton, gjuha shqipe duhet të jetë zyrtare dhe është e drejtë çdo juristi apo të diplomuari të provimin e jurisprudencës të jepë në gjuhën anëtare të tij, në gjuhën shqipe. Këtu do ta përsëris edhe një herë qëndrimin e Vlenit se jemi pro kësaj kërkese dhe përkraja jonë do të jetë maksimale ndaj studentëve që ata të fillojnë të japin provimin në gjuhën shqipe. Ministër, në 3 janar keni qenë në fshatin Tamjan dhe keni premtuar se do ndihmoni apo Pallavi i Kulturës tonë të tokë. Ndërsa te Ministria para 2 ditë shtas se kjo i takon komunës, ndërsa komuna nuk ka gjë. Po, jemi në atë fazën e diskutimit Ministria apo Komuna, ne formën do ta gjejmë. O do të jetë Ministria, o do të jetë Komuna. Domethënë, si qeveri qëndrojmë brapa projektit të cilin ne e kemi filluar në vitin 2018 dhe si projekt ka qenë shumë i vlefshëm për atë region dhe i nevojshëm për të zhvilluar shumë aktivitete kulturore. Për fat keq jemi të vetëdijshëm se kulturën shqiptare për momentin e kemi të cunguar pjesërisht. Dhe kjo është një për investimeve ku fokusin e kam në realizimin e këtij projekti. Zotri Sali, e dini se ky projekt është ndjekur edhe nga keq përdorime nga përbërja e kaluar, kam pasur edhe kontest gjyqësor. Jeni të njoftuar me rastin? Nuk kam informacione lidhur me këtë, po do të informoj. Nuk kam informacione. A moment kjo një edhe për zhvillim? Tani nuk kam informacion nëse komuna e Zhevlinës ka bërë kërkesë për qendër apo pallat të kulturës, nëse ka bërë kërkesë natyrisht do t'i përgjigjemi pozitivisht. Gjithçka që është në shërbim të qytetarëve ne duhet si qeveri të qëndrojmë brapa të asaj. Faleminderit.